dini për mu është, numër 1 është drejtësia. Me pas drejtësi për gjitha viktimat e luftës të Kosovës. Me shty për para, po është edhe stigmen, për të thyrë stigmen se prap në Kosovë janë viktimat shumë stigmatizone, si prej familjes, prej shoqërisë, prej institucionet. Këto dyja janë qëllimet e mia pse unë du me kanë ato në parlament. Ligji i Kosovës neve na çon viktima, po na jena të mbijetora. Na nuk po dojmë kur gjë tjetër për shtetit, përveç se drejtësi. Prej familjarëve tonë, na po dojmë mbrojtje, po dojmë bëna për krah, edhe me na mbështet, se çka na ka ndodhur neve, o kanë krimi luftës, e ju nuk ish ato me na mbrojt. Sa di unë se dhuna nuk është përmen kur mes një dialog përmes Kosovës edhe Serbisë. E është një diçka që duhet më përmen, e thash se ajo do të jemon e pjesë apo jo, më varet krejt prej dikuj tjetër, jo prej meje, po unë konkretisht nëse jam pjesë ato, do t'ja përmeni Serbisë për krimet që kam bë, se unë jam dëshmitare gjallë për krimet e Serbisë, edhe ata duhet të ballafaqohen me të kaluarin, e jo të mohojnë krimet që i kanë bë.